Kur thua për bisedën tënde. Kur thua që ky pushteti, kur mos ke thënë më përpara ke frikë të lëshosh pushtetin, e kupton sa inkoherent je, sepse kur thu që ti që më kritikove apo jo se thua të kam bërë kritika, atëherë do të thotë që kritika jote ishte që unë duhet lëshoja pushtetin. Pra ti ke perceptuar friga më. Po kjo të çon, po se kur është i vërtet nuk lëshohet më vllai, je edhe pikë. Po zonjë dashur, nuk ke tjetër. Nuk është zyra jote kjo. O Jozi më lodhe. Po nuk është zyra jote moj. Ore është bisedë që e kam unë me Aldon, ka mundësi. Dhe futem më vonë. Po mirë pra futu më vonë. Një sekond ta mbaroj këtë gjë. Logjikon ti nuk më e punon. Sepse si? Mënyrën se si sepse po nxjerr dy standardet e sjelljes së Aldos me mua. E kupton, dhe jam duke renditur dhe përmendur gjërat. Sepse kur thot ti ke frikë të lëshosh pushtetin, do thotë që ti e percepton pushtetin ke mua. Jo, ti e percepton të vetja dhe ke frikë të lëshosh. Përballë meje, nëse un kam një pushtet falso, atëherë dhe ti bie mos kesh frikë. Përballë meje. Ke frikë ti të lëshosh. Jo, ti mos kesh frikë pra që ma kërkon këtë lëshimin e pushtetit. Pse s'ma ka kërkuar Lori? Pse se kërkon Kelli? Pse kërkoi Lori se Lori ja the. Po e kërkon pikërisht ti. Po jo më dhe ky. Pikërisht ti do pitëm këtu. Kritikoj pra, edhe ky tha se zgjodhe Lorin. Të lëshosh pushtetin. O Joza, e the pse zgjodhe Lorin. Ja ku bën dy vet. Ti po kërkon ta marrësh pra, është ideja. Jo ta marrësh. Jo. Po mënyra se si e. Unë po kritikoj natyrën tate më vëlla. Jo, lëshoj ta marrësh. Se smerret. Ka lidhje me natyrën time. Ka lidhje se si prezantohesh ti tek mua si lojtar me dy standarde Aldo. A ke qef ta theksor dy standarde, atëherë ti ke 3. Po mi le të ke, 5, 10, 5 ose 10. Po jam duke folur për gjë tjetër. Ati numëroj dy standardet. Ja ku ke inkoherencën tate. Jo, po ti thua 3 herë dy standarde pa fakte. Unë po ti numëroj ballet me logjikë, ti del në etiketimin. Ku e ke dy standarde këtu moj? Çfarë kërkon nga unë atë? Jo, kur kërkon që pushteti im është falso. Tani bëni ti çire zëri, tani damari kaç ke bën Big Brother o Gerdo? S'ke logjikë. Ore po unë po të them, po të bëj pyetje. Jo kam shumë logjikë. Kur pushtetin tim e mendon falso. Marr një shembull për çfarë kërkon nga unë? Po jo nga ti më. Unë të kritikova ty, s'kërkoj gjë nga ti unë. Ore më lën atë falsitetin tim. Nëse ty nuk të djeg. Nëse ty nuk të djeg falsiteti i pushtetit tim, atëherë pse kërkon llogari për këtë gjë? Pse kërkon llogari ti? Pse të dogjë ty? Atëherë. Ta nisim kështu. O zoni. Ishte pyetje dikoni ku o zoni, ishte pyetje dikoni ku e kam vënë zonjë. Ti bim shkurt. Apo ku kështu ti tani? A kështu i bie? Po merr mas njëri. Po kështu po thua tani. Pas kësaj bisede, pra kur kritikoj unë ty ti thu më le mu gabim. Pas kësaj bisede do të lëm kisha edhe unë pikpyetjet e mia. I shkreti duhet ta arsyetoj. Tuar sjelljet e tua me dy standarde. Unë aty në krye tabolinës. E dashur. Tani o do flasim me një standard. Sepse deri përgjigjes të dy për fjalët tona ose deri përpara kësaj kishte komplet mendime të tjera dhe komplet një perceptim tjetër për mua si lojtare dhe për ndoshta edhe për të tjerë, për shumicën e shtëpisë. Një moment duhet, vjen momenti. Dakor. Vjen momenti dhe bëhet një zgjedhje. Po patjetër, flet Gerta, përfaqësues i divanit kuq dhe ti tregon natyrën tënde të fshehtë, se si arsyetoj. Jo, unë mendoj që ti pas ke treguar natyrën tënde të fshehtë, pas ke rezervuar, dhe ti jo nuk rezervova ta thash direkt. Dhe ti rezervimet ta mbash brenda. Nga hiçi, do të thënë nga dy njerëz. Ta thash brenda natës mashtruese. Nga dy njerëz. Mashtruese ta thash brenda natës. Shumë mirë. Kur, në cilën natë? Pas prajmit. Jeta je grup Gerta.